për arsye në mungesës. Nuk ishim asnjë njoftim të tillë, jemi të vetëdijshëm edhe dëshmitar që deputetët ishin këtu, por me vetdije nuk marrën pjesë në votim për presidentin. Nuk jeni ne mësuar të zgjedh presidentin tosh. Tani jemi në një situatë kur si lëvizje vetëvendosje e kemi bërë të qartë disa herë që jemi të gatshëm të ofrojmë nënshkrimet tona për të garuar me kandidatët që mund të kemi. Pra jemi në një situatë aktuale kur si lëvizje, si parti fituese zgjedhjeve, si parti që kemi mbi 51% të votave, kemi ofruar gatishmërinë për një kandidat konsensual, ndërkohë që i kemi pas dy parti tjera, PDK-n me 22 deputet dhe LDK-n me 15 deputet, të cilët as nuk kanë pranuar nënshkrimet nga ana jonë, as nuk kanë pas një propozim për emra konkret, e as nuk morën pjesë në seancë me vot kundër ose abstenim, duke pamundsuar pra kështu që të kalohet në raundin e dytë e pastaj në të tretin dhe vendit t'ja ofrojmë presidentin. Probleme që mundet me vazhdu se onsa, megjithatë duke qenë se sot e përfundon aporti 30 ditor, cila është baza ligjore dhe kushtetuese për me udhëtim një seancë tjetër, e para edhe e dyta për shkak të përfundimit të këtij aporti 30 ditor, në rast se presidentja nesër ose pasi të përfundon nata sotme, pas mesnatës e shpërndan kuvendin, ai drejtohet lëvizjeve vendosje gjykatës kushtetuese. Ne do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese që tani, pra do të kërkojmë nga gjykata kushtetuese po ashtu që të merr mas dhe në këtë rast presim e të bëjmë thirrje që të shqyrtohet me prioritet kjo kërkesë e jona, sepse besojmë që deputetët që nuk kanë marrë pjesë në votim, që kanë pamundsuar quorumin, kanë bërë shkelje kushtetuese. Po, ne kemi kërkuar, dhe të thotë masën e përkohshme, sikurse e përmenda, dhe po ashtu kemi kërkuar që të adresohet mos respektimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, i cili shprehimisht e përmend që deputetët duhet të marrin pjesë në seancë dhe duhet të marrin pjesë me votimin për kundër ose abstenim. Aktgjykimi i Rasim Paculli. Ne, sikurse përmenda tashmë, do me thonë shumë shpejt do të dërgojmë shkresën, presim që gjykata kushtetuese ta shqyrtojmë me prioritet për shkak të rëndësisë së situatës në të cilën jemi. Po?